إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun xhalla shane falendrojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e devion, dhe atë që devion i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima dhe mbi ata muslimanë të cilët e dëshmojnë veten me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Xhamat e pranishëm, ne jemi duke shpjegu vazhdim të hutbës së kaluar disa shkaqe për qetësimin e zemrës. Shumë prej nesh që kemi këtë qëllim, kur qohemi në sabah, ta qetësojmë zemrën tonë, t'jemi pak më rahat, t'jemi pak më qetë, por ja dikush e ka bë dallash kërkimin e qetësimit të zemrës. Dikush e kërkon për fat keq e kërkon në pasuri, e dikush në pozit, e dikush tek njerëzit e kështu me radhë. Shumë prej pasonikëve, shumë prej milionerave, nëse i shohim sot, ka plot nga ata që nuk janë të rahatshëm. I vjen fundi, ndoshta bën vetvrasje. Shumë prej tyre të cilët kanë pozita, po nuk janë të rahatshëm. Shumë prej tyre që kanë gjërat të dynjos, po nuk janë të rahatshëm. Andaj, sikur se cika edhe hutbën e kaluar, se ne vendet ku muslimoni shkon në ato vende ku qetësohen shpirtat e tonë, duke pa qabën, duke pa xhamin e pejgamberit alayhi salatu selam, kemi pa njerëz të cilët ndoshta unë dhe ti i kemi pa disa vende në për televizione, rrjete sociale. Ai ka shiju. Po kur ka ardhur atje në ato vende, në Qabe ose në Medine, në xhamin e pejgamberit alayhi salatu selam, ka thonë që këtu ka qetësimi i zemrës. Andaj këtë këqijat i ka provu, këtë vendet i ka vizitu. Çdo të keqe ndoshta e ka provu, po nuk e ka gjetë qetësimin e zemrës në ato gjona që nuk është halal. Por kur ka ardhur në ato vende, sidomos me pa qabën, që njerëzit që kthehen që është kibla e muslimanëve, apo në Medine ku aty është dëvori pejgamberit alayhi salatu selam, ku zemrat e tona qetësohen, andaj thotë që këtu e kam gjetë vendin. Për këtë shkak, andaj në hutbën e kaluar edhe shpjeguam një nga pikat, një nga shkaqet ku njeriu e gjen qetësimin e zemrës është imani, besimi. Për këtë pikë shpjeguam hutbën e kaluar se nuk ka mundësi njeriu të jetë i qetë, të jetë stabil në këtë dynjë nëse nuk është musliman. Sado që të ketë pasuri, sado që të ketë pozita, sado që të ketë të mirat e kësaj dynjës, nëse nuk ka iman, besim, vallahi dhe billahi, nuk është i qetë ai njeri. Mundet mu kallëzue gjek, mundet mu kallëzue që unë jam i qetë, ama mbrëndësinë e tina e han diçka. Edhe ne këtë kemi pa me sytë tonë. Për këtë çka lutim Allahun që Allah të na mbron këtë iman. Lutim Allahun që me këtë iman që e kemi ne, edhe sonin fesin, t'ja dorëzojmë Allahut shpirtin me këtë fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe sot shkaqi i dytë, sebepi i dytë është se zemrat e tona qetësohen, ushqehen duke përmendur Allahun dhe duke fal namazin. Çdo pjesë e trupit kur lodhet, kur punon, çdo pjesë e trupit kur punon lodhet, kurse gjua sa ma shumë punon, aq ma shumë i qetë do t'jetë në trupin tonë. Andaj, jo rastisht pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ai ka pas telashe, edhe ai ka pas stres, edhe ai ka pas mërzia,
edhe ai ka pas vështërsi. Por, kur e kanë kaplu vështërsit, çka ka thonë? Ja Bilal, fa'arihna bis sala. O Bilal, çu thirrë ezanin dhe na qetëso me namaz. Qetësimin e ka gjetë pejgamberi alayhi salatu wassalam në namaz. Për dallim te disa musliman, po flas në kohën e sodit, ne çka thëjmë? Hajtë ta folmi namazin të rahatomi, pastaj të bëjmë muhabet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ka pas telashe, ka pas mërzia, ka pas vështirësi, e ka gjetë qetësimin e zemrës në namaz. Për atë edhe Allahu xhelle shanu thot: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Duke përmend Allahun, qetësohen zemrat e njerëzve. Nuk ka thonë qetësimin kimë gjetë te muzika, s'ka thonë te femrat, s'ka thonë te pallatët, s'ka thonë te kerat, s'ka thonë te telefonat, te qetësimin e zemrës keni me gjetë duke përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Ela bi dhikrillah. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Nuk qetësohet me pasuni, nuk qetësohet me pozit, nuk qetësohet me të mirat e kësaj dynjoje, po qetësohen zemrat. Allahu e ka bon që mu qetësu zemra jote dhe jimja duke përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Për ato të edhe Allahu xhelle shanu me një ajet tjetër: "Innal muslimina wal muslimat", me të vërtet besimtarët dhe besimtaret. Allah i përmend disa cilësi të muslimanëve dhe muslimanëve. Edhe to që ata falin namaz, ata agjërojnë, ata japin sadaka, po kur vjen punat për me përmend Allah, thot: "Wa dhakirin Allah kathira wa dhakirat." Ata muslimanët janë që e përmendin Allahun, jo sikurse namazi, jo sikurse agjërimi, jo sikurse sadakaja, po e përmendin Allahun shumë, kathira wa dhakirat, edhe ata gratë të cilët e përmendin Allahun shumë. Këto janë ata musliman që Allahu xhelle shanu don, që ata të cilët e përmendin Allahun vazhdimisht, se që atje e gjeni qetësimin e zemrës. Për atë thot Allahu subhanahu wa taala me një ajet tjetër: "Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira." O ju të cilët ja keni dhënë besën Allahut, përmendni Allahun shumë. S'ka thonë përmendni Allahun vetëm me përmend Allahun një ditë, po përmendni Allahun shumë vazhdimisht, sepse duke përmend Allahun e gjen qetësimin e zemrës. E gjen qetësimin e zemrës. Andaj zemra ushqehet, qetësohet duke përmend Allahun xhelle shanu. E duke e fal namazin, stabilizohet jeta jote. Provojnë këtë. Një javë, një muaj, një vjet dhe keni me pa dallimin tuaj mat vitin e kaluar që si e ka ndoshta dikush që s'ka qenë pa namaz e se ka përmend Allahun. Vazhdoni, filloni edhe keni me pa atë ndryshimin në jetën tonë se si Allahu xhelle shanu ka me ta qetësu zemrën duke përmend Allahun edhe duke fal namazin. Zemra gjallërohet duke përmend Allahun. Zemra vdes kur njeriu e haron Allahun xhelle shanu. Shikoj çka thot pejgamberi sa më në hadith, edhe me këtë përfundojmë. Shembulli thotë i atij i cili e përmend Allahun dhe mes atij i cili nuk e përmend Allahun është shembulli sikurse i gjalli me të vdekurin. Ti mundesh me hes në për tokë. Ti mundesh me pas sy, mundesh me pas dur, mundesh me pas kom, mundesh me pas familje, mundesh me punu, ama nëse ti nuk e përmend Allahun, zemra jote është e vdektë. Ama nëse ti, ajo zemër, e cila, ajo gjumë, e cila e përmend Allahun, zemra e tij është e gjallë. Edhe ajo është i gjallë. Edhe pse ndoshta nuk lëviz, ndoshta është i paralizuar, ndoshta është në shtrat, vetëm momentin që e përmend Allahun, andaj ajo është i gjallë. Allahu xhelle shanu e përmend atë njeri. Fadhkuruni adhkurukum, thot Allahu xhelle shanu. Përmendni mua që unë t'ju përmend juve. Ama njeri i cili nuk e përmend Allahun, nesihumullah fe nesihum, nesullah fe nesihum, ata e harun Allahun, edhe Allahu xhelle shanu i haroj ata. E tash zgjedhe, a don me të përmend Allahu, a don me të haru Allahu. Nëse ne don që Allahu me na përmend neve, duhet ne ta përmendni Allahun që ne me na uqetësu zemrët e tona. Ama nëse ne dënë që Allah me na haru edhe në dunjo, edhe në udhubile ditën e kiametit, atëherë mos e përmendni Allahun, edhe keni mi pa vështërsit çka i vijnë një njeriut, edhe pse i ka të mirat e dunjos, edhe pse i ka pallatët. Ama nëse nuk e përmend Allahun, gjabe i ka ketë, janë ato kota, ato janë kota që nuk janë sebepe për ta qetësu zemrën tonë. Zemra jote qetësohet duke pas iman, edhe duke përmend Allahun, duke fal namazin.
shkaqe të tjera, sebebe të tjera, me lejnë Allahu do t'i përmeni hudbën tjetër. Lusim Allahun xhalleshanu që edhe njerë Allahu xhalleshanu të na ruan këtë iman, këtë besim që e kemi. Lusim Allahun xhalleshanu që Allahu të na ban për atyre të cilët e përmendin Allahun dhe dhakirin Allah këthira, që e përmendin Allahun shumë. Lusim Allahun xhalleshanu që gjunat tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu magfiret e na ban xhenet el firdaus, nasib të na ban. Amin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemi në ditën e gjumës se vapi madh këtë ditë me su salavat në pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ai musliman i cili çon salavat një herë Allahu dhe me laçi do të bën dua 10 herë. Ne çojm salavat duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.